Policia ka arrestuar në flagrancë një 65 vjeçar i cili vijonte të prodhonte në mënyrë të kundërligjshme mallra industrial dhe ushqimor në subjektin ku ishte bllokuar aktiviteti. Kanë qenë specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë Korç, që në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e prodhimit të kundërligjshëm të mallrave industrial dhe ushqimor, falsifikimit të vulave apo stampave dhe informalitetit, kanë bërë arrestimin në flagrancë të shtetasit SF 65 vjeç banues në fshatin Drenov, Korç. Shërbimet e policisë në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative se një shtetas ushtronte veprimtari të paligjshme në subjektin e tij tregtar në qytetin e Pogradecit, kanë organizuar punën me qëllim verifikimin e rastit. Gjatë kontrollit të ushtruar në subjektin e shtetasit SF, ku prodhoheshin dhe përpunoheshin artikuj bujqësor të mishit dhe peshkut, u gjet një sasi e konsiderueshme kavanozash qelçi me vëllime të ndryshme të mbushura me produkte ushqimore të konservuara, një pjesë të cilave ishin pa etiket, ndërsa pjesa tjetër kishte mbishkrime të kompanisë në pronësi të 65 vjeçarit, e cila aktualisht ndodhet me status të bllokuar nga institucionet përkatëse. Gjithashtu gjatë kontrollit u gjetën mbi 15.000 etiketa ngjitse me logon e subjektit të tij, me emërtime produktesh ushqimore të ndryshme, të dyshuara të falsifikuara, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.